Në shkollën 9 vjeçare, Dr. Hakim Borja është bërë tashmë traditë mbështetja nga familja Sala, e cila prej disa vitesh dhuron dru zjarri për ngrohjen e ambienteve gjatë stinës së dimrit. Edhe këtë vit, vëllezërit Hector dhe Medi Sala, të cilët jetojnë prej vitesh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siguruan një sasi të druve, duke ndihmuar në krijimin e kushteve më të mira për nxënësit dhe procesin mësimor. Drejtori i shkollës vlerësoi kontributin e tyre të vazhdueshëm dhe u shpreh se ky gest solidariteti është një shembull i vyer për komunitetin, duke shpresuar që të ketë bashkëpunime të tjera sipas nevojave të institucionit. Bëj disa vite që vëllezërit Sala nga Amerika investojnë për shkollën tonë, japin donacione, kryesisht janë në sistemin e ngrohjes. Pavarësisht se ne kemi furnizim nga bashkia, por kjo është diçka plus. Normalisht ndikon në procesin mësim-dhënës, sepse krijojnë kushte më të mira. Shpresojmë tek bashkëpunimi i tyre edhe në të ardhmen për të na dërguar një investim për një sistem kamerash për shkollën tonë, që është e domosdoshme. Tare thekson se ky nuk është rasti i vetëm i mbështetjes, pasi edhe familje të tjera janë treguar të vëmendshme ndaj shkollës. Ne kemi përveç këtyre zotrinëve të Amerikës, kemi patur edhe një filantrop shumë të mirë që fatkeqësisht ka ndruar jetë, Dr. Borja, i cili na dërgonte vit për vit sasira libri për bibliotekën e shkollës tonë. Shpresojmë prapë se edhe fëmijët e tij nuk na kanë lënë, përfshirjen e kanë dërguar dhe shpresojmë që edhe në vitet e vazhdimësi të jetë pasuri bibliotekës nga këta donator. Ky donacion shihet si një shembull frymëzues i bashkëpunimit midis komunitetit dhe shkollës, duke dëshmuar se Korça mbetet simboli i solidaritetit dhe vlerave njerëzore.